Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Big Brother VIP Albania 5 pritet që të rikthehet si një nga ngjarjet më të mëdha televizive të sezonit, duke mbledhur përpara ekranit mijëra shikues dhe duke dominuar rrjetet sociale që në minutat e para të transmetimit. Ky edicion vjen me një pritshmëri të jashtëzakonisht të lartë, pasi formati tashmë ka krijuar një histori të fortë në Shqipëri, me personazhe ikon, debate të ashpra dhe momente që kanë kaluar kufinë e televizionit për t'u shndruar në fenomene shoqërore. Tani çfarë pritet që të ndodhë natën e parë? Unë e di që ju të gjithë jeni entuziast, kuptoni sekretet të natës së parë. Natën e parë zakonisht është ndërtuar si një spektakël i mirëfillt të televiziv dhe Big Brother VIP Albania 5 pritet të mos bëj përjashtimin. Hapja e spektaklit parashikohet të jetë dinamike me efekte vizuale të avancuara, me koreografi, muzikë intensive dhe një skenografi moderne që reflekton frymën e këtij edicioni. Çdo detaj i regjistruar synon të krijojë ndjesinë se ky sezon do të jetë më i madh, më i fortë dhe më i paparashikueshëm se më parë. Prezantuesi, do të ketë një rol vendimtar jo vetëm për drejtimin e spektaklit, por edhe për krijimin e tensionit emocional. Fjalët e para, batutat dhe mënyra e prezantimit pritet të japin sinjale të qarta se ky edicion do të fokusohet tek loja psikologjike, dëgjoni mirë, përplasjet e karakterëve dhe strategjitë individuale. Momenti kulmor i natës së parë mbetet hyrja e banorëve VIP në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Produksioni zakonisht ndjek një strategji të kujdesshme në rendin e hyrjeve, duke alternuar personazhe shumë të njohur me figura më misterioze apo surprizë. Kjo krijon një ritem emocional dhe mban publikun të angazhuar gjatë gjithë mbrëmjes. Banorët pritet të vinë nga fusha të ndryshme si arti, muzika, televizioni, sporti, rrjetet sociale dhe showbizi. Secili prej tyre hyn me një histori personale, me pritshmëri të ndryshme dhe me një strategji që ose shfaqet hapur ose e fsheh pas një qasje miqësore. Disa prej tyre pritet të deklarojnë që në hyrje se kanë ardhur për fitore, ndërsa të tjerët do të theksojnë se duan të jenë vetvetja, një fazë klasike që shpesh fsheh lojën të kalkuluar. Tani, kush pritet që të jetë natën e parë? Do të thënë si opinionist përflitet që do të jetë më Arbër Hajdari dhe Egla Ceno, le të themi zyrtarisht të konfirmuar, ndërsa moderator do të jetë Ledion Liço. Shtëpia është më gjigande se kur, do të thënë është punuar një shtëpi shumë e madhe, do të jetë live në YouTube Big Brotheri ditën e shtunë, por njëkohësisht do të thënë edhe banorët do të futen brenda asaj shtëpie menjëherë natën e parë, sepse edhe temperaturat janë shumë të ftohta dhe vllau i madh do të tregohet i mëshirshëm me to. Por përflitet që personazhi që do të jetë brenda këtij kasti do të jetë Hati. Hati do të jetë një nga banorët e këtij Big Brotheri që ndoshta për herë të parë do të kemi një vajzë me shami brenda këtij kastit për të kuptuar si është jeta e saj, si ka arritur miliona dhe kush është kjo vajza që në fakt po trondit median shqiptare. Ditën e nesërme ju premtoj që do të jemi pak më të detajuar dhe do të jemi sa më afër jush, dhe mos harroni në orën 21 do të jemi me talk show ku të ftuar do të kemi një personazh që po bën bujë në Shqipëri me deklaratat e tij.